Me rastin e daljes në pension, i japim certifikat falënderimi zonjës Gjuliana Miruku për angazhimin e saj me përkushtim dhe profesionalizëm në kryerjen e detyrave si drejtore e financës dhe buxhetit, si dhe për komunikimin korrekt dhe bashkëpunimin e vazhdueshëm me stafin e administratës së Këshillit të Qarkut Shkodër, duke shërbyer për vite me radhë si një shembull pozitiv në punë dhe në marrëdhënie institucionale me gjitha bashkitë e Qarkut tonë. Por kemi mbyll një cikël të mrekullueshëm të jashtëzakonshëm me fjalë më të mira, duke kanë shembull i administratës jo vetëm në Qarkun e Shkodrës, por në gjithë bashkitë e Qarkut tonë, duke shërbyer me korrektësi, me dinjitet, me përgjegjësi e duke na dhënë mësim edhe ne të rive që jemi në vazhdimsi punojës të administratës, se si duhet të jetë një punojës i administratës. Jena shumë e fat që të kena pas mesin tonë, edhe unë shumë e fat që kam punu këto vite me ty, e besoj ashtu edhe kolegë tonë, je modeli më i mirë që duhet njek. Ju jam mirënjohëse, por unë me shumicën e kolegëve kam vite që punoj, kam 20 vjet këtu në Këshill të Qarkut, edhe me mirënjohjen më të madhe për gjithë secilin prej jush. Një falënderim veçantë për tonë, domethënë. Por jeta kështu është, jeta është një cikël, e ka një fund, edhe kështu që inshallah arrin tonë, këtë du të me thonë. Ju falenderoj tonëve, ju uroj shëndet e marrësi në familjet tuaja. Sot është ditë për ty, largimit, po është largimit për ne, nuk kena me të pas për ditë shpërnjën dorë. Më mësu si ku se të kena pas, pikë dhe ferimit, edhe pse kena kënë të dyra paralele, kena besu, kena përkënu të profesionalizmi, ka pas rastat që tonet nuk mas kënë kënë të nivellit mesatarë, por kanë ardhë dhe kanë nuk anë zgjidhe dhe duhula. Jam vendimit që i bashkëpunimi ty ka kënë edhe jeshtë punizëve të punës, ka kënë shumë i mirë, shumë korrekt, dhe kena marrë me njërit me dëshemësime për kushtim edhe me dëshirën e mirë dhe kontributin e vullnetin e mirë. Tashti ti po largohesh, uroj që familja jo të ketë sa ma pranë, ti është sa ma pranë tyre, edhe të na kujtosh kur të kena nevojë me na hap telefonin sikur sa na. Tjetër, një telefonat ergja. Shkoj që s'ka marrë një jetën tane. Po pa kanë ndërë që jam ka punu me ty, është me fat që një profesionist i ri se puna jam me pas dika një apror si Gjyli, edhe besoj se marrëdhëniet tona s'kan më shkput, na jena përtej kolegëve, edhe turoj të më të mirë.